La hawla wala quwwata illa billah. Është një dhikr që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a doni ta mbjellni nga një hurmë në xhennet? Than sahabët, ja Rasulullah, po si të mbjellim hurma në xhennet? Tha thuni la hawla wala quwwata illa billah. Për gjëja që thot besimtari la hawla wala quwwata illa billah, i mbjellet një pemë në xhennet. 10 herë 10 pemë. 100 herë 100 pemë. 1000 herë 1000 pemë. 10.000 herë 10.000 pemë. E kjo është kapital. Ka të bën me dhikrin që e përmendëm pak më herët. Është kapital i madh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, a dini çka është thesari nën arshin e Allahut? A dini cili është thesari i fshehur nën arshin e Allahut? Than sahabët, ja Rasulullah, Allahu dhe pejgamberi i tij e din. Tha fjala la hawla wala quwwata illa billah. Pra, a do me pas lirat kuqe? A do me pas altan në shtëpi? Thuaj la hawla wala quwwata illa billah. Çfarë do të thonë la hawla wala quwwata illa billah? Këtë na shëron Imam Ibn Taymija rahimahullah duke thonë, lafdhul hawl, al hawl la hawla, do thot kullu tahawulin min halin ila hal. Çdo ndryshim nga gjendja në gjendje tjetër, domethënë çdo lëvizje që ndodh në jetë, çka ndodh me Allahun dhul xhelal. Pra ndryshimi i gjendjes së njerëzve, i gjendjes së shoqërive, i gjendjes së botës, ndodh me çka? Vetëm me Allahun dhe vendimin e tij. Wal quwa hiya al qudratu ala dhalika tahawul, është forca që e ndihmon këtë proces. Jeta nuk mundet me qenë statike, ajo ka me ndryshu. Për çdo ndryshim i jetës, lëvizje, edhe forcë që e shtyn këtë lëvizje, s'ka mundësi me ndodh pa Allahun dhul xhelal. Andaj la hawla wala quwwata illa billah, thot Ibn Taymija do me thonë, ennehu lejse lil alemi ulawi wa sufali, bota toksore edhe ajo qiellore nuk kanë të asë një lëvizje, asë një ndryshim i gjendjes që nuk ndodh, që ndodh përveç se me forcën dhe ndihmën e Allahut, vetëm se me Allahun subhanahu wa taala. Pra ti nëse mendon se vetë mundesh me ecë, vetë mundesh me ndryshu, vetë mundesh me përparu, vetë mundesh me bon, je i mashtruar. Asgjë, as unë, as ti, as na, as ata që kanë pushtet, as ata që kanë pasuri, edhe me këtë japim përgjigje na atyve që thojnë, ej, iluministat e kanë dorë botën, masont e kanë dorë botën, jahudit e kanë dorë botën. I thejme na, jo, se neve në ka thonë Allahu dhu gjalla, la hawla wala quwwata illa billah. Thojnë ata, shka të dojnë ata ndodhë në botë, mabe. A përdi me kia? Qka dojnë ata ndodhë në botë? Jo, Allah s'ndodhë, ndodhë ajo që dojnë Allahu dhu gjalla. E po, ka mundësi Allahu dhu gjalla disa herë me lonë, me shku në vend kurthet e atyve që i bëjnë kurthe, qofshin ata mason, ose ilimunista, ose qëfar do lloj sekte e fshehur apo publike. Ka mundësi Allahu me lonë që kurthet e tyme me shku në vend. Pse? Me i zgjumë muslimant. Pse? Me i shti me punu muslimant. Nësa i natën edhe ditën punon për me bo shërë, ku i jeti? Ku i jeti? Flenë ditën edhe natën, nga hejdi dhe nga e mire. Andaj Allahu dhul xhelal kanë herë u jep mundësi atyve me bo shërë, me bo të këqija. Ama kur të punojnë muslimant, kur të flijojnë muslimant, kur të devotshëm muslimant, kur të janë sinqert muslimant, po si kanë sundu 11 shekuj me radhë, 11 të forta, edhe 2 dobta, 13, e 14 ranë. 11 shekuj të forta, dominim absolut këtë botën. Qysh kanë mujtë? E ku kanë masontë? Pse s'mujtin atër me i bo kur gjo muslimanve? Kur ranë musliman? Jo kur u forcun ata, po kur do pësun musliman të ranë. Andaj, la hawla wala quwwata illa billah, le ta merë, le ta kupton bota mbar, le ta marrin vesh gjithë njerëzit, se nuk e sundon botën 5 njerëz apo 10 njerëz. Shka thojnë, janë 4-5 familje pasonika në botë, që shka të thënë ata bohët. Rothschilde, Rockefeller, familjet mëdhoja, vjetra, bankjere. Edhe janë klubit e masonëve,
edhe janë këto, edhe janë ato, edhe ketat e udhëheqin. Ja bre vëlla, ja. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Ata bëjnë kurtha, është e vërtet. Ata bëjnë plane, është e vërtet. Ata bëjnë strategji, është e vërtet. Ata bëjnë komplote, është e vërtet. Mirë po çka, përballë këtë kësaj, wa yamkurullah. Janë kurthat, janë planet e Allahut dhul xhelal. Kush fiton? Kush fiton? Wallahu khairul makirin, kurthat e Allahut janë më të forta, ato do të dominojnë. Wa in kana makruhum litazula minhu aljibal. Thotë Allahu dhul xhelal kur përshkruan formën e ndikimin e madh që kanë kurthat e tyre, thotë ata kanë bëjnë plana dhe kurtha dhe akumulojnë energji dhe forcë që ndoshta mujnë me rënë edhe kodra, ama përsëri mbetet ajo që është vendimtare, vendimi i Allahut dhul xhelal. Dhe me këtë na jemi në mes dy grupeve të konfrontuara në lidhje me këtë temë. E para që thotë se çka të bësh, kujtohet që kur isha studime në Jordani, atëherë u bosi shaka kjo në mesin e muslimanëve që shpesh disa një grup i muslimanëve kur ndodh këtë një problem në vendin ku na jetëshmi, jahudit i kanë fajet. Ata e kanë bërë këtë kurs, ata e kanë bërë këtë hile. Bile na bëshim shaka me vetë dhe thëshim edhe xhami i shtëpisë më kur thehet, kena më thonë jahudia i ka fajet. Do e madhnon shumë atë komplotin apo strategjinë apo hilen e qafirave. Grupi tjetër hiç nuk i analizon ato komplote edhe ato strategji edhe ato kurthe, ignoron tërësisht. Ehli suneti e man rrugën e mesme. E rruga e mesme është që ata bëjnë kurthe, plane, strategji, por nuk korin sukses. Përveç se atëherë kur don Allahu dhul xhelal. Vetëm atëherë kur lejon Allahu dhul xhelal. Pse? Se la haula wala quwwata illa billah. S'ka ndryshim të gjendjes, as forcë që jep që e bën ndryshim përveç se me Allahun dhul xhelal. Ata bëjnë kurthe, na duhet me qenë syçel me kuptue, ka janë të që ujin. Ama ata s'mujnë me që ujin atë onë pa dashtë Allahu dhul xhelal. Atëherë çka do të thonë? Atëherë ti kuptoje dëshirën e Allahut kozmologjike, që ka vendosur Allahu rregullën gjithësi dhe kuptoje dëshirën e Allahut fetare, urdhnat që na ka urdhëruar neve njerëzve, edhe vepro sipas tyre, atëherë Allahu ka me që ujin ka don ti, ja ka don ai. Bile, jo ujin. Po Allahu ka me të mundësu që shumë gjana që i kanë përdorur ata, më u bë armiq të tyre. Uji, si uj. Zakonisht kur zhytet njeriu në ujë fundoset. Mirë po Allahu dhul xhelal kur ti je besimtar i mirë, çat ujin ta bën që mos me shfy uji, me të majt për mi. Atë monti, as mu as ti s'na mon ujë për mi sot. Pse nuk kemi na ata musliman që i ka majt deti, ushtrin muslimane, Ubejd ibn Abi Jarrah. Ka i me deti, me kalin deti, edhe deti se ka shu poshtë, e ka majt për mi. A kupton? Andaj ti kuptoje dëshirën e Allahut kozmologjike se si Allahu e çon përpara dynjon dhe kuptoj urdhnat që ka dhënë, zbatoj ata, mos i ka leça ai ujë që shkon atona, kthehet përpjet e vën kënd kati. Do kjo është qëndrimi i jon në lidhje me këto fenomene. La haula wala quwata illa billah. S'ka mundsi askush me bën ndryshim. S'ka as forcë për mi dhon, domodin kahje gjërave përveç se me Allahun. E tash parashot pyetjeve ty, e pse ata po japin kahje disa herë? Pse na jemi të lidhur me Allahun me nalat. Mi dhon kahje ka dëmina, për atë çka. Domodin nuk ecin përpara ata pse Allahu i don, po ecin përpara ata se punojnë. Kur të bëhesh ti pe atyve që punon dhe don Allahu, atëherë çajo e përpamja e tyre ka më qenë në favor tonë me lejen dhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala.